Pyetja e radhës thot: Selam aleikum hoxhë nderuar, a lejohet një gruas me punu nga shtëpia një punë online ku i duhet me fol me plaka dhe pleq, që ndodhen vetëm në shtëpitë e tyre, ku do prezantoj një mjet që atyre u hyn në punë dhe me anë të këtyre telefonatave ajo fiton lek. Kjo punë i duhet për të mbuluar shpenzimet e edukimit të fëmijës son, pasi unë me rrogën time s'mundem do t'i mbuloj. Allahu i shpërbleft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aja që është transmetuar sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është al-mar'a awra, gruaja është komplet do të më qenë e mbrojtur, që në gjuhën arabe i vjen awra. Komentatorët e hadithit ka thonë edhe zani është pjesë e gruas e cila duhet mos muni, përveç kur është e domosdoshme. Nëse është për nevojë e domosdoshme, lejohet me fol gruaja në prezencë të burrave ajo që është e domosdoshme. Dhe kjo ka ndodhur edhe me gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë shku sahabët i kanë pyet për çështje për të cilat sahabët nuk i kanë ditë. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë ditë atë çështje dhe kanë dhënë përgjigje me zonë. Dhe zonën e tyre e kanë dëgjuar sahabët. Domethënë se gratë duhet me pas kujdes mos me fol pa nevojë me burrat huaj. Nëse është e nevojshme, e domosdoshme për çështje të cilat s'ka mundësi me i realizu, atëherë themi se inshallah s'ka problem, me kusht që me fol vetëm ato që është normal, illa an taqulu qawlan ma'rufa, thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, me fol fjalë të zakonshme. Thon fjalë e zakonshme është hyn në shitore, pyet, sa është kjo, ai kallzon, çikaç, domethënë. Kjo është këtë çështja mos sillet rreth asaj që mos më fol kur pa nevojë, edhe ajo kur fol veç ajo që është e folme normal, që edhe para 100 vetëve kishte thonë çat fjalë, nuk ka diçka që ka pas sekret në bisedë, vallahu a'lam.